Një defekt në stacionin kryesor të energjisë elektrike Vlora 1 ka lënë këtë të mërkur pa energji qindra familje dhe biznese. Defekti në rrjetin e furnizimit u shënua gjatë orëve të paradites, ndërsa kjo bëri që shumë biznese të ndezin edhe gjeneratorët. Ndërprerja e papritur e energjisë u ndje në thuajse gjysmën e qytetit të Vlorës, e shtrirë në disa zona të tij, nga qendra në periferi. Pa energji mbetën një pjesë e lagjes Kushtrimi, lagja Pavarësia, 28 Nëntori, Orizi, si dhe një pjesë e zonës së Pyjores. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike konfirmon për televizionin 6+1 Vlora se ndërprerja erdhi për shkak se një pjesë e transformatorit të nën stacionit Vlora 1 pësoi defekt. Për më shumë se 3 orë ka zgjatur mungesa e energjisë elektrike në një pjesë të konsiderueshme të qytetit. Kjo ka sjellë probleme për konsumatorët familjar dhe privat. Për këta të fundit duket se situata shfaqur edhe më shqetësuese. Ndërprerjes energjisë elektrike për shkak të këtij defekti i shtojnë edhe remontet e OSHE-s në linjë, duke bërë kështu situatën problematike, jo vetëm në qytet, por edhe në disa zona periferike të tij, si dhe njësi administrative, ku shpesh ndërprerjet edhe për remontet e planifikuara më parë për shkak të sezonit turistik bëhen pas një njoftim në media.